Këshilli Bashkiak Fier ka zhvilluar mbledhjen e radhës në drejtimin e kryetares Antoneta Çunaj. Në Fier u zhvillua mbledhja e fundit të Këshillit Bashkiak, e drejtuar nga kryetaria Antoneta Çunaj dhe me praninë e kryetarit të bashkisë Armando Subashi. Në qendër të diskutimeve ishin pikat e rëndësishme që synojnë zhvillimin e bashkisë dhe përmirësimin e kushteve të jetesës për qytetarët. Gjatë mbledhjes u miratua dhënia e ndihmës ekonomike për muajin prill 2025 nga fondi i kushtëzuar, një mas që do të mbështesë familjet në nevojë në bashkinë Fier. U miratuan gjithashtu pasyrat financiare të vitit 2024 për klubin Shumë Sportësh Apollonia dhe për bashkinë Fier që dëshmon një menaxhim të kujdesshëm dhe transparent të burimeve financiare. Po ashtu, u miratua projekti për rikonstruksionin dhe zgjerimin e rrugës Kastriot Muçe, një investim kyç për sigurinë dhe qarkullimin më të mirë në këtë zonë. Të parë nëse ka ndryshime apo jo në kushtet e tyre financiare, nëse ka një përmirësim dhe ndërkohë futën 6 familje të reja. Disa prej të cilëve një është rajoni 3, një është e njësisë administrative e Portës dhe pjesa tjetër është e njësisë administrative Topoj. Përshëndetje të gjithëve, lidhur me projekt vendimin që kemi pikërisht për segmentin rrugor në lagjën në rrugën Kastriot Muço, unë do doja vetëm për të sqaruar, më na dha disa sqarime, por edhe për ta sqaruar më për të gjithë. Muret rrethues në fakt nga të gjithë banorë, sidomos tek po i bie më thjesht e përqëzimit të Leonit, të Hotel Leonit deri tek Spitali Memorial, është bërë nga vetë banorët dhe në fakt nuk është ruajtur standardi. Çfarë do të bëhet me ta, sepse asnjëkush nga këta banorë, si përfaqësuese e këtyre banorëve, por dhe si vetë banorë asaj zone, nuk është ndaluar asnjëri prej tyre që të mund të ruajë standardet e kërkuara siç e kemi këtu në projekt ligj. Në përfundim të mbledhjes u prezantua raporti i monitorimit për zbatimin e buxhetit për 4 mujorin e parë të vitit 2025, i cili tregon një ecuri pozitive në menaxhimin financiar lokal. Diskutimet dhe komentet e anëtarëve theksuan rëndësinë e bashkëpunimit të vazhdueshëm për të avancuar më tej në zhvillimin e bashkisë Fier dhe përmirësimin e jetesës banorëve.